Përshëndetje të ndruar shikues, po ndiqni edicionin e lajmeve në radio-televizionin e Kosovës. Kardinali Robert Francis Prevost nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës u bë kreu i parë i kishës katolike që vjen nga Amerika Veriore. Ai besohet të jetë udhëheqësi i moderuar që do shërbej si figurë unifikuese në kishë dhe që do të vazhdoj punën e nisur nga paraardhësi i tij Francesku. Është bërë ditur edhe se kardinali Prevost me marrjen e postit të kreut të kishës do të marrë emrin Leoni 14, duke sinjalizuar që do të përqendrohet në çështjet sociale. Tymi i bardhë nga Oxhaku i Kapelës Sistine sinjalizoi zgjedhjen e Papës së Ri, ndërsa poshtë tij në sheshin e Shëmpjetrit, mijëra besimtar po prisnin me padurim ta shihnin udhëheqësin e ri të kishës. Kardinali Robert Prevost, tashmë Papa Leo, u shfaq në balkonin qendror të Bazilikës së Shëmpjetrit, duke treguar se 133 kardinal kishin zgjedhur një udhëheqës të ri për kishën katolike me 1.4 miliardë antar. Ai u zot në një votim të papritur duke marrë emrin Leo i 14 dhe duke u bërë Papa i parë amerikan. Questa è la pace di Cristo risorto. Paqja qoftë me të gjithë ju, i tha Papa i ri Turmos Brohorice, duke folur rrjedhshëm në italisht. Ai foli gjithashtu në spanjisht gjatë fjalimit të tij të shkurtër, por nuk tha asgjë në anglisht. 69 vjeçar dhe me origjinë nga Chicago, Prevost ka kaluar pjesën më të madhe të karrierës së tij si misionar në Peru, ku u bë kardinal vetëm në vitin 2023. Ai ka dhënë pak intervista për mediat dhe ka folur rrallë në publik. Presidenti Donald Trump e uroi shpejt Prevostin që u bë Papa i parë nga SBA-t. Çfarë emocioni dhe çfarë nderi i madh për vendin ton, pres me padurim të takoj Papa Leon e 14 dhe do të jetë një moment shumë domethënës, ka shkruar Trump në rrjetin e tij social. Urimet për Papën e ri kanë vazhduar nga lider dhe vende të ndryshme. Prevost bëhet Papa i 267 katolik pas vdekjes muajin e kaluar të Papa Franceskut, i cili ishte Papa i parë i Amerikës Latine dhe kishte udhëhequr kishën për 12 vjet, duke kërkuar gjithsesi të hapte institucionin konservator ndaj botës moderne. Francesku miratoi një sër reformash dhe lejoi debatin mbi çështje përçarëse të tilla si shugërimi i grave dhe përfshirja më e mirë e katolikëve LGBT. Leo falenderoi Francesku në fjalimin e tij dhe përsëriti thirrjen e paraardhësit për një kishë që është e angazhuar me botën moderne dhe është gjithmonë në kërkim të paqes, bamirësisë dhe të qenit pranë njerëzve, veçanërisht atyre që vuajnë. Përpara konklavës, disa kardinal bën thirrje për vazhdimsi me vizionin e Franceskut për një hapje dhe reformë të mëdha, ndërsa të tjerë thanë se donin të kthenin kohën pas dhe të përqafonin traditat e vjetra. Ndryshe nga Francesku, i cili hodhi poshtë shumë nga zbukurimet e papatit, Prevosti mbante një veshje tradicionale të kuqe papnore mbi velën e tij të bardhë. Presidenti Vjosa Osmani uroi për zgjedhjen e kreut të ri të kishës katolike. Në një kohë kur bota ka nevojë për paqe, unitet dhe dëmshuri, zëri i tij do të ketë peshë të madhe. Uroi që pontifikati i tij të shquhet për qartësi morale, udhëheqje të paluhatshme dhe një angazhim të thellë për dinjitetin e gjithë njerëzimit, ka shkruar Osmani në platformën X. Presidenti Vjosa Osmani është e gatshme të ftojë liderët e partive politike në një takim gjithëpërfshirës pas kërkesave të fundit nga disa prej tyre. Këshilltari për media Bekim Kupina njoftoi se presidenca do të kontaktojë me partitë për të caktuar një kohë të përshtatshme. Osmani ka shprehur gatishmëri për një takim që më 16 prill, por deri dje nuk ishte pranuar ndonjë kërkesë zyrtare. Presidenti Vjosa Osmani priti në takim të ngarkuarën me punë të ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Anu Pratipati. Në takim u diskutuan zhvillimet e fundit në vend, situata e sigurisë në Kosovë dhe në rajon, si dhe ecuria e formimit të institucioneve të reja. Në njoftimin e presidencës thuhet se gjatë takimit gjithashtu u trajtuan edhe një sër çështjesh që lidhen me marrëdhëniet bilaterale ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, me theks veçantë në fushat me interes të përbashkët, në veçanti fushën e mbrojtjes si dhe për mundësitë e thellimit bashkëpunimit në të ardhmen.
Presidenti i ri i Këshillit Evropian Antonio Costa do ta vizitoj Kosovën më 14 maj në kuadër të një turneu në Ballkanin Perëndimor. Vizita e tij vjen në prag të samitit të Bashkësisë Politike Evropiane në Tiranë dhe synon forcimin e lidhjeve me rajonin. Dalesa e parë do të jetë Beogradi me gjithë shqetësimet nga vizita e Vučićit në Moskë. Presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa do të vizitojë Kosovën javën e ardhshme. Kjo do jetë vizita e tij e parë në kuadër të një turneu ballkanik që prej marrjes së detyrës së të parit të Bashkimit Evropian. Vizita në Prishtinë është e planifikuar për të mërkurën më 14 maj. Një ditë më herët, Antonio Costa do të qëndrojë në Beograd, vizitë kjo që vjen pak ditë pas udhëtimit të presidentit serb në Rusi, pavarësisht vërejtjeve të Brukselit, lidhur me pjesëmarrjen e Aleksandar Vučićit në ceremoninë e ditës së fitores në Moskë. Zyrtarët evropianë arsyetojnë vendimin për të mos anashkaluar kryeqytetin serb me angazhimin e institucioneve evropiane dhe mbështetjen për të gjitha vendet e rajonit. Turneu që Antonio Costa do të zhvillojë në të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor ndodh në prag të samitit të Bashkësisë Politike Evropiane, e cila do të mbahet në fund të javës së ardhshme në Tiranë. Bashkësia Politike Evropiane është ndryshe një nismë pan-evropiane që daton nga viti 2022, e themeluar me iniciativën e presidentit francez Emmanuel Macron. Ajo bashkon mbi 40 lider nga shtetet e kontinentit evropian dhe institucionet e BE-s. Ky forum shërben për të diskutuar të ardhmen e përbashkët të Evropës, çështjet e sigurisë dhe mbrojtjen e demokracisë. Ministria në detyre punëve të jashtme Donika Gërvalla në Varshavë mori pjesë në takimin e përbashkët të ministrave të jashtëm të vendeve të Bashkimit Evropian. Gërvalla ka thënë se vizita e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić në Rusi është mesazh që bota perëndimore të ndalë politikën lëdhatuese për Serbinë. Ajo ka shtuar se BE-ja duhet ta kuptojë se siç ka dështuar politika e tillë ndaj Rusisë, do të dështojë njëjtë edhe me Serbinë. Në Varshavë riafirmuam se Republika e Kosovës është dhe mbetet një aleate dhe partnere besueshme e Bashkimit Evropian, një faktor stabiliteti, sigurie dhe progresi demokratik në rajon dhe në gjithë kontinentin, ka përfunduar Gërvalla. LDK-ja ka dorëzuar 17 kallëzime penale duke akuzuar kryeministrin në detyrë Kurti dhe ministrat për keqpërdorim të pozitës pas certifikimit si deputet. Deputeti LDK-s Hykmete Bajrami tha se Kurti dhe ministrat për të cilët kanë ngritur kallëzim penal kanë shkelur ligjin për qeverinë të cilin e kishin miratuar vetë. Nga ana e vetëvendosjes, LDK-s i reagoi deputetja Arbresh Kryeziu Hyseni. Sa po dolen nga zyrat e prokurorisë speciale ku deponuan 17 kallëzimet penale, deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës Hykmete Bajrami tha se kryeministri në detyrë Albin Kurti dhe vartësit e tij ministra kanë keqpërdorur pozitën apo autoritetin zyrtar në kundërshtim me ligjin për qeverinë. Ne konsiderojmë dhe besojmë që nga data 27 mars këta janë në kundërshtim me nenin 26 të ligjit për qeverinë, ligj ky i hartuar dhe i miratuar nga votat e deputetëve të lëvizjes vetëvendosje në mandatin e kaluar. Bajrami tha se prej datës së certifikimit ata kanë vazhduar të qëndrojnë në zyrat e ministrive, duke shfrytzuar resurset, duke marrë vendime të cilat sipas saj kanë pasoja financiare dhe të tjera, me çka janë konsumuar elementet e veprës penale. Grupi juristave të LDK-s, i koordinuar nga zonja Xhelili këtu, kanë kërkuar qasje në dokumenta. Prej disa ministrave kemi marrur, disa të tjerë nuk na kanë dhënë qasje, po me ato informata çka kemi pas, ne sot ju kemi drejtuar prokurorisë speciale. Tani është në dorën e prokurorisë që të kenë, domethënë të kërkojnë qasje në vendime të tjera. Bajrami shtoi se Kurti e ish ministrat kanë thënë se kanë dhënë dorëheqje ndërsa vazhdojnë të qëndrojnë në zyra. Seanca konstituive e 15 prillit u ndërpre kur dështoi votimi i Komisionit për verifikimin e mandateve të deputetëve, shkaku i mospajtimeve që Kurtit dhe të tjerëve t'u njihej mandati i deputetit, siç përcaktohet me ligjin për qeverinë. Kurti në anën tjetër e kishte arsyetuar mosdhënien e dorëheqjes me atë se prej datës 23 mars 2025 kishte përfunduar mandati i qeverisë dhe se rrjedhimisht ata ishin në detyrë.
Deputetja e Lëvizjes Vetëvendosje Arbresh Kryeziu Hyseni, pas dorëzimit të kallëzimeve penale nga LDK, tha se kjo parti nuk ka bërë kallëzim penal asnjëherë kundër listës sërbe, asnjë kallëzim penal shikut, e këtë e ka bërë kundër qeverisë së Kosovës. Familja e Ekrem Regjës, komandant Drinit, vazhdon të kërkoj zbardhjen e vrasjes së kryefamiljarit të tyre që ndodhi në rrethana ende të paqarta 25 vjet më parë. Në këtë përvjetor, mori pjesë edhe kryeministri në detyrë Albin Kurti, i cili e quajti drejtësi të vënuar. Kurora Lulësh ka vendosur edhe kryetarja AK-s Ramush Haradinaj dhe zyrtarët komunal të Prizrenit. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti, i shoqëruar nga zëvendës kryeministria në detyrë Emilia Regjepi, kanë përkujtuar sot 25 vjetorin e vrasjes së Ekrem Regjës, komandant Drinit. Në Landovica i vendosi lule dhe nderoi komandant Drinin me omazhe, ndërsa takoi edhe familjarët e tij. Jetën dhe veprën e komandant Drinit, Kurti dhe Regjepi e nderuan edhe pranë memorialit në lagjen Bashdërhane. Dhe 25 vjet më vonë, drejtësia për komandant Drinin është vënuar aq shumë sa që është mohuar, edhe unë ju bëj thirrje organeve të drejtësisë që të merren me këtë çështje një orë më parë dhe ta zbardhin rastin, meqense se të kalosh në gjithë ato sfida të okupimit e të luftës, e ta pësosh në mënyrë fatale pas luftës, është shumë e pikëllueshme. Shpresoj që kanë me kry punën e drejtësisë, organet të drejtësisë, fakt, gjykata themelore e Prishtinës, gjykata themelore e Prizrenit, gjykata apelit të gjithë. Normal kërkojmë ndihmë për juve, siç është kemi të kërkuar edhe 25 vite rradhë nga gjithë qeverit tjera. Ajo është në dorën tuaj faktikisht tash. Me fije shpresë jemi ende. Ekrem Regja, komandant Drini, u vra më 8 maj të vitit 2000, pranë shtëpisë së tij në lagjen Bashdërhane, tek po nisej për në punë. Nga kjo kohë, vrasja e tij ende nuk është zbardhur. Ndërmarrja Prishtina-Parking tani më nuk ka të drejtë të vendosë blokada në gomat e veturave të parkuara në rast të mospagesës së tarifës e as të bardh apo zhbllokoj vetura. Kjo pas miratimit të padisë që grupi për studime juridike dhe politike ka dorëzuar në Gjykatën Supreme, e cila ka vendosur në favor të kësaj padije. Nga kjo organizat njoftuan se do të monitorojnë respektimin e vendimit të Supremas nga Komuna e Prishtinës dhe nga ndërmarrja Prishtina-Parking, duke paralajmëruar padi të reja në rast të shkeljes së vendimit. Televizioni ka kërkuar përgjigje nga Prishtina-Parking në lidhje me vendimin e Supremës, ku zyrtarët e saj kanë thënë se do ta zbatojnë vendimin e gjykatës. Ndërkohë rjeti grave gazetarët Kosovës mbështet gazetaren Iliri Pireva, e cila ka nisur një betejë ligjore kundër televizionit Klan Kosova për shkak të shkeljes së pretenduar të drejtave të saj si punëtore. E përgëzojmë gazetaren Pireva për vendosmërinë dhe guximin e saj për ngritur zërin jo vetëm për veten, por edhe për shumë gra gazetare që çdo ditë përballen me sfida të natyrave të ndryshme në vendin e punës. Veprimi i saj përbën shembull të guximit dhe të vetdijes për rëndësinë e respektimit të drejtave punëtore. RGK e inkurajon Pirevën që të mos ndalet deri në fund në kërkimin e të drejtës dhe siguron se do ta ndjek me kujdes dhe nga afër këtë proces. Respektimi i ligjit të punës dhe i kontratës së punës nuk është vetëm obligim ligjor, por domosdoshmëri për një mjedis të sigurt, të drejtë dhe dinjitoz për të gjithë gazetarët, veçanërisht për gratë në media, thuhet në reagim. Për këtë rast mbrëm ka reaguar edhe Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës. Në amfiteatrin e Bibliotekës Kombëtare në Prishtinë u hap edicioni 15 i festivalit Chopin Piano Fest. Drejtoresha artistike e festivalit Leila Pula tha se festivali për këto 15 vjet ka treguar traditë, duke sjellë në Kosovë çdo vit muzikant nga e gjithë bota. Festivali Chopin Piano Fest, i cili mbahet nga 8 maj deri më 9 qershor, vjen në bashkëpunim me Zyrën e Bashkimit Evropian në Kosovë dhe Ministrinë e Kulturës.
Ishte kjo e tëra të ndruar shikues për këtë edicion informative, ju për të mos humbur asgjë nga lajmet më të fundit, në ndiqni dhe pëlqeni në rrjetet tona sociale, aty ku informacioni vjen shpejt, sakt dhe drejt. Mos harroni, jemi gjithmonë live në rtqlive.com. Natën e mirë.